Patjetër dhe sot jam frymëzuar nga Pinteresti, nuk e di se nga të frymëzohem tjetër. Kjo është fotoja e parë që më pëlqeu jashtë mase, mbase për arsye sepse nuk e kam një fund të tillë të gjatë jeans, dhe kjo është një foto tjetër që po prapë më pëlqeu shumë. Më pas më doli edhe kjo, do kanë yll. Ajo që më shkoi ndërmend është që të prish një palë pantallona dhe t'i bëj fund. Ju do thoni pse nuk bën shopping. Tani unë ju kam thënë që kam kohë nuk bëj shopping, edhe nuk dua të bëj shopping në këto seri, dua që këto seri t'i bëj me çka kam në dollap për t'i treguar vetes se shiko, edhe këto që ke mund të duken edhe më bukur nga që ke pas vesh më përpara. Pantallonat shumë kohë që nuk i vishja dhe bëra një gabim në fillim, si e paditur nga kjo fush. Vazhdova t'i prija me gëshër, por ishte një gabim shumë i madh, sepse e pash një tutorial pastaj në YouTube dhe aty ajo vajza i shqepte dhe kështu t'i kishe më shumë cop. Ky është rezultati të shkepura. Në momentin që i vesha u demoralizova pak sepse mendova janë tepër të hapura, nuk e di se si mund të vinë këto në atë formë që të duken bukur si një fund. Gjithsesi, i çova tek rroba qepsja e lagjes që të më fuse një tegel. Ky është rezultati. Kështu pa veshur duken yll fare. Nuk e di se si do duken veshur. Këtë këmishën, këpucët që janë të preferuarat e mia, nuk e di se sa herë mund t'i kem veshur dhe janë njësoj siç i kam bler për herë të parë. Do pishuaj? Lutem! Sa të bëj mami video dhe do t'a jap prap. Të lutem. Shiko që janë këto. Do t'i japësh? Na, meri. Ua, sa e bukur. Çanta. Amore. Që jemi në episodin e radhës.